Studio miq të dashur me atë që vjen sot si intervista ekskluzive Nikola Graterit. Tavlant Koplika është me ne, drejtuesi Piranjave, krye Piranja dhe krye intervistuesi. Ti e di që të kam thirrur nga Zilia apo? E kemi intervistë të dytë këtë, E di. Te Syri. Edhe këtë. Ishte Alba Kepi që ishte bërë përpara, kështu që. Tani më trego pak, sigurisht momenti është jashtëzakonisht delikat. Tani më ka një gjithë pranim europian që Shqipëria është çik në duart e një grupi shumë të gjerë dhe një konglomerati mafioz. Si erdhi kjo intervistë Nikola Graterit në këtë moment? Për të thënë vërtetën, ka disa muaj që jemi në kontakte me zyrën e shtypit të zotit Grateri, për vetë faktin që është një nga personat që ka informacione të sakta për mafjet në përgjithësi dhe për mafjen shqiptare në veçanti. Është një person i cili, nëse flasin gazetarët, nëse flasin opinionistët, fjalët e tyre kanë vlerë, por kur flet një kryeprokuror antimafjas, jemi përpara fakteve pastaj, nuk jemi më përpara aludimeve. Dhe nëse keni qenë të vëmendshëm gjatë intervistës, duke patur parasysh që jemi me një prokuror i cili nuk mund të jap detaje të situatave që krijojnë hetime, ai lë të kuptohet shumë gjëra në atë që thotë. Megjithatë edhe në ca raste ishte eksplicit që po, në disa raste po, por jemi të sigurt që ka patur shumë gjëra të cilat ai nuk i ka thënë. Që e lidhin pra... Tash tregu pak jashtë kamerave, si filloi, këto detajet mirë pak. Jo, shiko... Ku e zhvilluat intervistën? Në zyrën e tij. Në zyrën e tij, në Napoli, në prokurorinë e Napolit. Si ishte atmosfera rrotull? Atmosfera rrotull, njerëzit e Graterit. Duhet kemi parasysh diçka. Jemi përballë një personi ose jemi një falcone, falcones praktikisht. Një falcone i kohëve të sotme. Siguria është maksimale e tij. Ka një rreth siguriet mjaft të, le të themi, të shtuar edhe në numër. Janë një numër i madh personash të cilët kujdesen për të gjithë pra ish forca speciale, persona të cilët janë të stërvitur për të bërë eskort një personi i cili kërkohet të ekzekutohet, të eliminohet fizikisht nga mafja. Në momentin që kemi hyrë në oborrin e prokurorisë, pam makinat e blinduara dhe na treguan makinën e zotit Grateri, është një xhip i blinduar. Një fakt shumë interesant që edhe na rrëshqiti pak nga gjatë bisedës, sepse ishte shumë gjëra për të thënë, koha ishte shumë e shkurtër. Ishte që zoti Grateri prej 38 vitesh tashmë është me eskort shoqëruese, por asnjëherë në makinën e tij nuk hyp asnjë person, vetëm ai. I jep vet makinës, pa lejuar asnjë person të hyjë në makinën e tij. Kjo për nëse në ndërgjegje. Nëse ndodh, ti ndodh aty vetëm. Kjo është, le të themi, moto e tij gjatë lëvizjeve që bën. Sa i përket pastaj jetës, e sqaroj mjaft mirë se çfarë lloj jete prej eremiti bën. Në momentin një detaj mjaft interesant është që në momentin që po bënshim gati, po montonin gjitha pajisjet, një nga djemtë e shoqërimit e eskortës erdhi aty dhe nga poshtë tavolinës nxorri disa nga ato tasat e deliveryt që mund të ishin 4-5 të, le të themi, të ushqimit që ai ha në zyra, ashtu siç edhe e deklaroi. Kemi të bëjmë me një person i thënë italianët umile, shumë i përullur, shumë, le të themi, ai nuk flet për veten, as shumë nuk ka dëshirë, i bën shumë shkurt historisë së tij. Mëshmisht nga pjesa që fjalia kur tha fëmijët e mia, fëmijët e gruas time, ishte e frikshme shumë. Eksakt. Mund të kalojë javë pa folur, muaj pa u parë. Shiko, ajo që po diskutonin edhe me stafin e tij, ishte kjo që sakrifica personale. E ti, dakord, sakrifica e tij, ai është përkushtuar kësaj kauze. Problemi fëmijët çfarë kanë, le të themi, ta quajmë kështu, çfarë kanë. Sepse ato janë rritur me identitet të rënd. Pra, në momentin që kanë bërë... Ata nuk janë as me emrin Grateri, domethënë. Jo. Ata janë punojnë në profesione të ndryshme, njëri morën vesh që është mjek,
dhe kanë emrat të tjerë. Por kanë preferuar gjithsesi të qëndrojnë në Itali. Mund të kishin mundësi të ishin në Australi, në Amerikë, ku tjetër, por kanë preferuar të qëndrojnë në Itali. Gjithsesi kjo është pjesa le të themi e jetës së tij, e cila thash merr pak hapësirë në bisedat që bëhen me të, sepse ai pastaj e shtrin diskutimin në çështje le të themi shumë të mëdha edhe globale.